Prokurorët pretendojnë se këngëtari David e coptoi trupin e një vajze 14 vjeçare me një sharrë elektrike, raporton ABC News. David, një banor 21 vjeçar i Los Angeles, emri i vërtetit të cilit është David Burke, u akuzua javën e kaluar për vrasjen e Celeste Rivas Hernandez pas një hetimi disa mujor. Trupi i coptuar i një vajze adoleshente u gjet në Teslën e tij në një obor për nxjerrjen e automjeteve në Hollywood në shtator 2025, tha policia. Koka dhe trupi ishin në një qese për kufoma dhe gjymtyrët ishin në një qese mbeturinash në bagazhin e makinës. Në një dosje prej 9 faqesh, prokurorët zbuluan detaje shqetësuese duke pretenduar se David e kishte joshur Rivas Hernandezin në shtëpinë e tij në Hollywood Hills muaj më parë me një plan të paramenduar për ta vrarë atë, sepse ajo e kërcënoi të zbulonte marrëdhënien e tyre seksuale dhe të shkatronte karrierën e tij muzikore. Ata thonë se më pas ai e coptoi trupin e saj dhe e la në makinën e tij. Sipas prokurorisë, të dy dyshohet se filluan një marrëdhënie në vitin 2023, kur Rivas Hernandez ishte 13 vjeç dhe David ishte 18, dhe ata u ndanë në nëntor 2024. Besohet se ata vazhduan marrëdhënien e tyre seksuale dhe Rivas Hernandez u bë xheloze për marrëdhëniet e David me gra të tjera.